përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina. Sot kam përgatitur një recet të shëndetshme, ëmbëlsirë të shëndetshme, pa sheqer të shtuar dhe pa miell. Qëndroni me mua ta përgatisim pasi bëhet vërtet shumë e mirë dhe është super e shëndetshme. Në blender do shtojmë një moll të plot, një karrotë, do shtojmë një vezë, 5 lugë tërshër, i vendosim ato në blender duke shtuar edhe 100 ml qumësht, një lugë çaji kanell dhe për pak sekonda në blender masa është gati. Nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e ziles, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Masën e vendosim në tavë dhe e pjekim për 30 minuta në 180 gradë. Pas pjekjes e shoqërojmë me fruta të thata sipas dëshirës dhe mjalt të mirë. Dhe është gati. Unë shoqërova kafen e pasdites me këtë ëmbëlsirë dhe është vërtet shumë e shëndetshme. Ju sugjeroj ta provoni dhe ta shijoni. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos harroni të bëni like dhe të lini përshtypjen tuaj në koment. Bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës. Faleminderit.